Po tash kur I kthehemi pak edhe këtyre parashikimeve që I kemi bënë edhe ato që kemi fol, është që domethënë rezultatet e balotazhit nuk kanë qenë papritura. Deri diku ka pas, mbasi natyrisht që ka pas edhe kështu lëvizje të rezultatit, domethënë afërsia në mes të kandidatëve kështu me radhë, po në përgjithësi mendoj që para shumë është ditë që ka marrë qëtu rezultati. Dhe tash në raundin e dytë dihet edhe cilët kandidat për mendimin tim edhe kanë përparësinë në këtë garë. Siç ka qenë edhe fushata, mendoj që një prej garëve shumë interesante ka qenë Mitrovica, domethënë edhe në rezultat u dëshmua tillë. Që I kishim ato mos përputhjet në mes të exit pollëve dhe pastaj rezultatet përfundimtar, po edhe tash me rinumërimin e votave ajo që po shihet deri tash që megjithatë dallimi në mes të kandidatëve është pak më I madh sa që ka dhënë rezultatet preliminare. Mirë, po në përgjithësi mendoj që ka qenë një rezultat I mirë, befasi për mua ka qenë performanca jashtëzakonisht e dobët e lëvizjeve vendosen në nivelin e kuvendeve komunale, krahas një rritje të votës për kandidatët për shembull, siç është Tazan Fush Kosova, Biliqi, ku vendosi është rritë si kandidat, të shohim që në Prishtinë Tazëm në nivel të kuvend komunal ka rrah e treta, që ka qenë për mua komplet e papritur. Në Pej po ashtu është e treta që ka qenë komplet e papritur. Në Prizren ka dalë e dyta, duke qenë e para si vot për kuvendin komunal. Që në një farë mënyrë tregon që mbase lëvizjet vendosen në këto zgjedhje, si partia më e madhe në vend, ka dalë pak më mirë me kandidatët për kryetar komunave, po çuditërisht ka rasti organizat, si organizim lokal, se asambleja komunale shumë varet për organizimit lokal, ndërkohë që kandidati varet për organizimit dhe strukturës, po ka edhe një peshë të vetën si kandidat.